a kam ndonjë hak apo obligim nëse nuk i përgjigjem babës të shkoj të punoj te lokali ku shet alkool. Forma ma mira është normal mos më u përgjigj fare, por jo përmes kësaj me ardhur deri tek hidhrimi me babain, apo të ndonjë përlarje ose rrafje ose qet prej shtëpisë krejt e kështu me radhë. Pra, ma mirë është normal mos më shku fare aty ku ka alkool. Edhe me këshillu babën që me largu alkoolin. Por, nëse kjo është e pamundur, kalojmë tek opsioni B. Themi nëse lokali shumicën e xherave, shumicën e mallit e ka halal, 99% e ka halal, pastaj ka edhe pjesë të alkoolit, ti nëse je i detyruar me shku, shkon punon te pjesa ku s'ka alkool. Nuk bën shitblerje, do bën shitje të alkoolit, nuk merr pagesa të alkoolit, nuk shkon me i palu ose me i pastru prej pluhurit shishet e alkoolit. Pra distancohesh prej pjesës ku është alkooli, punon te pjesa tjetër. I pastron xhamat, e pastron dyshemin, e pastron përpara oborrin atje. Pra, bën punë që nuk kanë të bëjnë direkt me alkool. Kjo është opsioni normal i dytit. Por nëse është dyqani që është i tërë i alkool, pra është kafe e rakis, ku shkojnë njerëzit prej sabaj deri në akşam veç ka me pi aty. S'ka sene tjera vetëm deje. Aty normal që s'ban fare me u paraqit. Edhe nëse të bërtet baba, edhe nëse të rrej baba, edhe nëse të qet pi shtëpis baba. Nuk ban ata. Pra, varet për rrethonave. Tham ma mirë është mos me shku, po ka pak me këshillu babën.